Shërbimet e miftinisë janë të rëndësishme për mbështetje fetare dhe ligjore të komunitetit. Një nga shërbimet kryesore është dhënia e certifikatës së kurorëzimit. Procesi fillon me marrjen e dokumenteve nga nëpunësi fetar, i cili do të jetë përgjegjës për përgatitjen e certifikatës. Pas marrjes së kërkesës, nëpunësi fetar plotëson me kujdes të gjitha të dhënat për çiftin që kërkon të lidhet me kurorëzim. Pas plotësimit të dokumenteve, vjen momenti i ceremonisë së martesës, një ngjarje e shenjtë dhe e rëndësishme për çiftin. Pas ceremonisë, certifikata e kurorëzimit arkivohet në mënyrë të sigurt për ruajtje të qëndrueshme. Certifikata rikthehet në myftini për të verifikuar nëse është plotësuar siç duhet me të gjitha të dhënat dhe më pas vuloset. Pas të gjithë këtij procesi, certifikata origjinale e çiftit të sapo martuar është valide dhe rikthehet tek ata, kurse kopja e saj arkivohet në myftini. Pas verifikimit, të dhënat e çiftit regjistrohen në librin AM për të pasur një regjistër të plotë dhe të saktë të kurorëzimeve. Po ashtu, të dhënat e të martuarve regjistrohen në programin software të myftinisë për një menaxhim dhe ndjekje më efikase të procesit. Për çdo rast shkurorëzimi, formohet një komision që shqyrton rastin dhe siguron që procedurat të ndodhin sipas ligjit dhe udhëzimeve fetare. Pas përfundimit të gjithë procesit, çifti merr certifikatën e kurorëzimit, një dokument që përmban të drejtat e çiftit të sapo martuar. Shërbimet e myftinisë janë një mbështetje e rëndësishme për çdo individ dhe çift në komunitetin tonë. Ne ju ofrojmë ndihmë për të realizuar ceremoni dhe regjistrime të rëndësishme për jetën tuaj, në shërbim të jetës fetare. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Zoti ju bekoft.